Ervin, të përshëndet, cilët janë këta ish zyrtar dhe për çfarë i akuzon konkretisht prokuroria e posaçme? Janë dashur disa vite edhe hetim prokurorisë së posaçme për të çuar në gjykim 6 zyrtarët e autoritetit rrugor shqiptar për sa i përket një dyshimi për sa i përket prashkeljes me lidhet me një tender që ka të bëjë me rehabilitimin e rrugës në segmentin nga Pallati me Shigjeta për tek ish sheshi Shqiponia. 6 zyrtarët pra që janë dërguar ditën e sotme në gjykim pas mbylljes së hetimeve nga ana e prokurorisë së posaçme janë Arber Troka, Miranda Shkurti, Nikolaj Mihali, Almir Hoxhaj, Erjon Zemanaj, Admir Pahumit, të cilët po ashtu të gjithë pra rëndon akuza e shkeljes së baracisë dhe pjesëmarrjes në tendera dhe ankande publike. Sipas prokurorisë së posaçme, këta zyrtar kanë shkelur ligjin në lidhje me një tender me një vlerë për 22 milion euros dhe ka dyshime se kanë favorizuar edhe kompaninë ndërtuese të rrugës dhe rehabilitimit të rrugës nga Pallati me Shigjeta për sa i përket këtij segmenti, pra që lidh Pallatin me Shigjeta me sheshin Shqiponia. Në fakt, nga hetimet rezulton të paktën sipas organit akuzës pak se 6 zyrtarët gjatë këtyre procedurave tenderuese kanë favorizuar të kompani, por edhe kanë përjashtuar, pra duke hequr të gjithë operatorët konkurrues pavarësisht se ka pasur edhe oferta më të mira, por edhe oferta më të ulta duke dhënë favorizimin për 22 milion euros te kompania ndërtuese. Këtë gjetje, por edhe gjetjet e tjera që janë sekuestruar në autoritetin rrugor shqiptar ka bërë që prokuroria e posaçme t'i marrë të pandehur dhe të dërgojë në gjykim të 6 zyrtarët e autoritetit rrugor shqiptar. Do t'jetë gjykata e posaçme që tashmë në ditët në vijim do të vendos nëse do të kaloj apo jo për gjykim hetimin që ka kryer prokuroria e posaçme apo do ta kthej për të plotësuar hetimin nga ana prokurorëve. Faleminderit Ervin Leka për raportimin.